tek. E faleminderit shumë që më ndihmove, e njihim kismet, a? Shimi. Të ki nevoj për naj sa ferro? Po. Kush ka mi bojt krejt të sene deri në altë? Une. Okej. E sot, për në mejna me një video komplet ndryshe ku për herë por në kanalin tonë jem të bove që në vetë camping. Për fotën e Aldinit ju tregoj pak ma vonë se ku është. Mirë po tash unë e kam shumë punë për me i bojt krejt të sene që i kam me vetë deri te vendi se ku me bo camping. Kështu që vazhdojmë. Do me thonë krejt të sene që po ishini këtu, ku me i kop, a ku me i qu deri atje larg. Është pak një rrugë, janë ka gjatë sene trona, një sidomos ky kuferi këtu poshtë, kjo këtu që është sekret, po besoj që e shihni pak më vonë çka është. Çontën, shtrati ku me flet, edhe ka gjatë sene tjerë. Edhe do dru rezervë. Kjo që kam për momentin të e bojt, i ka 10 kila, e se qka është, keni me po për pak. Që kjo është veni se ku kemi me bo camping, e një mirë këtë ven, mu me bo camping qëtu dikun, këtu e kena këtë sen special, ta vërgjuna me sen e tjera. Marrë qontën, kjo që tu janë. është ka gjajron po më vynë, kështu që vazhdojmë. Opa! U kolla për nxetit edhe pse nuk është muti shumë i mirë, ka diell po është gati 2 gradë e 3. Mirë po kanë senet ka gjatë rona dhe jem nxeh ka gjatë shumë, kështu që po do të me jek pak jogën. Nashta e keni pyet vetëm pse ka shumë sene haliti ko sot me vete. Se sot kena me bo hot tent, ose për ndryshe tent me koftor. Do me thonë tent e nxehtë. Për çata kam shumë sene, në këtë kuferin këtu kam shumë pajisje, kam tendën. Mbrapa me është koftore e qënë të zezë që e këni po, edhe për qëtë arsye, më kanë ndihmu familjarët e mi deri ofër me ardhë, me i bojt senet, e unë tash nuk kam shumë kohë se dikon edhe 1 orë gjys i kam diell. Do me thonë dritë. Për qëta duhet me u bo gati shumë shpejt, këtu mbrapa kom e ndrejt tendën, ka me ka një eksperiencë shumë interesante, kështu që hajde vazhdojna. Okej, sleeping bago, po për momentin më duhet veç tenda. Kjo është ajo tenda, do me thonë hot tent, që nuk e kom provu në kur. Aldini e ka provu, mirë po unë nuk e kom provu halo. Kështu që kjo është ka na vim për momentin. Tendën po e lo qëtu, po e pastroj pak se kom beturina, se qëtu kom e nejt. Edhe do me thonë po, tenda ka me konë qëtu, kështu që veç t'i hiki këtu në beturinat. Kjo është ka gjaron, koftorë dhe me thoni ka dikun rreth 10 kila, non e 500 gram nëse nuk a bëj. është ka gjaron, mirë po ja vlen se ka me kry shumë punë të shetutje. Kyshe edhe i tregova, kjo është ajo tenda që kena me e përdor. E interesante e kësoj tendës është që kur në kena bo camping me një tendë tillë, më thonë është një kombinim ka gjaj mirë i këtij campingut, kështu që vazhdojmë. Nashta po më një meni edhe shumë se në këtu ofër traktore këtu se jam në një vend ku ka shumë njerëz. Do më thonë ku jetoj njerëz ofër.
Kështu që opa, qysh po shihet kjo është tenda. Dhe qysh po me po, duhet me e prej, se kjo është ajo pjesa ku hyn o gjaku domethënë, duhet me prej niks. Një që me mujt me hi o gjaku, domethënë e bojna sakt ekstra se so është ajo jamja. Një që mos me pik shiju kur bjen, domethënë të se kjo duhet mu prej në mënyrë të saktë. Të këshyrëm se qysh po ja bëjmë. E interesante e kësaj tende është që nuk ka stres domethënë tokë 100% ka me kon. Kështu që këto gjethet nuk po i hieki, dhe pse janë të lakta, po çka më bë është me koftor mundet me nxej këtë kjo pjesë këtu, kështu që vazhdoj me vendos tendën. Para se me qit tendën, po i hieki do të thejë ashtu që janë. Tash në për këto hapësirat e kuqe, këna me ngjit domethënë polët edhe prej midisit domethënë e çojnë në tendën, si që vazhdojmë. Polët. Po vina alo ma kësaj në mënyrë që me pos hapësirë mbrapa. Se është lakt. Që kjo është që këtu. Që kjo është ajo e derës. Po du të edhe me i dirë. Këja që tash është kjo muri që hyn në mes domethënë. Kështu që veç edhe që ka mbet, edhe të shohim se qysh po do këtë enda. Okej. Kanë gjit. Domethënë, që tash për një me ka marrë formën qysh duhet me marrë që këtë enda. Kjo është ajo e derës. Kështu që qështu po do këtë tenda për momentin. Okej, që e kena dhe një fol me në gjitë. Qështu po mëne me po tenda po do këtë mirë, po që ke pjesë të do këtë ma keq se qështu vjen koftori do më thonë. E këtu ka mu lidhë me një kënëp, edhe për qatë arsye është ma keq mënyrë që me u lidhë dhe mos me prej koftori, mos me usos këj materiali këtu se materiali mrena e prejna dhe është material që i qindrën zëtësit modë. Qështu po mëne me po kjo është ai kënopi që kena me lidhat pjesën të koftori në mënyrë që mos me prekse, nuk e ka morë formën ideale që dohet. Ko ka një baski për fatë mirë. Okej, qysh po mëne me po, qështu po do këtë tenda për momentin. Po do këtë shumë bukur. E më dasht ka gjako për me këqyrë mirë se qysh kanë do më thonë hera e parë. Më dasht me mësu mirë se qysh montohet, në njërë që tjera hera me montu pak ma shpejt. Do më thonë i këna lidhë këto, të tojat këto. Dhe me thonë këtu i këna lidhë për arsye që mos me usos prej koftorit kur t'hin këtu. Këton këna në hikë se nuk na vynë kjo. Këtu vjen ajo pjesa ku nuk shkrihet prej koftorit. Edhe tash do në me e marrë këton. Me e lonë këtë tjetërin me e marrë këton. Edhe me e prej në mes në formën X. Morim thikën. E vendosa ashtu më ullë se për në më është këtë gjalakshtë edhe jem të një erën e mykut që është orë prej tokës. është shumë lakshti, e kena koftorën me veti, po shpresoj që ka me funksionu, është hera e parë për mu që po e bëjnë të rikështot. Kisha pas qef shumë Maldini me konë me mu, mirë po video dohën me u bo edhe nuk mujna me unarë, kështu që vazhdojmë. Fati sot s'ka kaj mirë, drita do më thonë kryesore që kish vyt për me po edhe me gjiru natën, nuk është të dosht me funksionu. Mirë po me ose pa dritë sot camping këna me bo. Okej, masi që u bo shumë terë, edhe drita nuk është u bo për fat shumë të keq, atëherë unë po e bëj, po thom, unboxing këtu jashtë. Njëherë kom hop në shpi, në kom shyrë se ai ka këtë senet, mirë po kur nuk o përdor. Dhe më thonë sot për herë por ka me u përdor. Okej, ky është koftori, do më thonë. Okej, që të i kena dy shkrepta, do më thonë, që i kom shtim rena unë. E që shpëmëne me po, kjo është koftori. Është një produkt shumë i mirë që kam na kry shumë punë për dimër, do më thonë. Nuk është shumë i madhë, mirë po, është tamam perfekt për një kësi hëtent. Kjo është ajo mosha, i thujnë anë. Për juve nuk e di kjo që mënesh me, do më thonë, me ndrejt zjarën me të, se bëhat në zetë normal. Edhe këto janë qyngat ju thujnë anë. Kjo është kryesorja, që ka me u lidhë në altë. Kjo është në fillim. Me këton që e vendosim sa me shku në altë ajo i nxehti. Gjithashtu,
E ka edhe këtë pjesën nalt. I ka këtë polet e veta për me e lidhë, do me thonë me konop. Nëse e qënë tepër nalt, nëse të vynë, më nësh me e lidhë që me konë statik, do me thonë mos me livrit. Edhe këtu i kena 2 dorzat që kanë me na vy tash. Kështu që po i veshim e njëherë. Tepër u boftoft, mirë po sa problem se kofturin e kena. Edhe tash këshmet vesh në halo ma trash se kom roba halo me veti. Okej. Stash për një me ka morë formën perfekt. Po menoj, jo me vendos vertikalisht, po horizontalisht do me thonë, në qëtë mënyrë. Besoj që qëto është perfekt. Këtu ona shiko për miter teshat. Unë me po që o bo tepër terë. Sa është në morë edhe dritën që në gjesën kuk. Kjo normal vjen e para. Vjen që pjesa tjetër. Edhe e vazhdoj në lartë, do me thonë. Okej. Që ta është me kamerën tjetër, po besoj që do këtë ma mirë. Okej, perfekt edhe që kjo. Neve na vy njona për këtynë, që na me orë këtu. Edhe me e prej kësmet fix sa në dohet ato. Okej, tash mëna me llogarit. Një X me bo që të. Jo rëmullak, po X e kësha bo. Një që tani mujna me vendosë qysh na kom vena neve. Nëse e bojna X, hapet sot na vyn neve. Njërë që mos me na pik shio e kom fjallën, me e bo X, po prap se prap pik. Nuk është sen që mund është me ik. E kjo është perfekt do me thonë për temperaturat nalta. Kështë që ta shkojna dhe e këshyrëm sakt se e kena vendos mira jo. Okej. E po do këtë që është perfekt mira. Shumë mirë është. Ma mirë nuk e besej që vohet. Okej, edhe që kështë është perfekt. Tash na kam betë edhe që kjo e fundi do me thonë. Që kjo është kryesorja. Që kjo dohet me u lidhë gjithë qysh. Në rast që mos me rivrit kjo prej frymës. Do me thonë kjo këtu e ka një sen shumë interesant ku pe naltit nuk hen shio. Që mos me e fik normal edhe ona sheko për me dal timi. Do me thonë është shumë sen ideal edhe shumë sen perfekt. Qysh edhe po mundi me po kjo është kofturi, po do këtë shumë interesant. Kisha pas qef me e filmu me kamerën tjetër edhe me dritë do me thonë, po që kjo ke foti edhe tash do në me vazhdu. Këto janë ato që do në me lidh. Edhe një sen shumë interesant që kjo dru nuk e di kush e kalon, veç faleminderit kush do që e kalon se me shvizusat në nëzekri, po veç se ka fillu dhe me thonë mu bo ter edhe tepër ftoft. O, që kjo me shumë gjosa në gjithet që tu. Po tash kjo vendoset këtu. Perfekt. Kjo i që tash me gjithet po provoj me vesh. Unë e po që bo tepër ftoft. Jam tepër në rrës që nuk po mbën drita se kur gjë nuk do këtë natën. Për mua është okej se me kam dritën kry. Mirë po për video me ingjizu tepër kesh të duket. Me thonë pejlojna që të holla që të njëherë. Kam këtë një letër do më thonë manualin i produktit. Kështu që me të kësmet e kolli. Upa, ja ka njësë në nëzejst ashtë. Okej, që ta është me dushkun që e këna pos këtu. Po shpresej që kollet. Ta është vesh deri sa ti kopët mirë. Këty në druvet holla që janë këtu që i kom pos, që i kom morë dhe më për shpis. Edhe duna me dollë me siguru dru tjerë se nuk kena shumë me veti. E që ka njësë më nëzej. Qëto janë të fata, ekstra për shpis. Problemi maj madhe është do me thonë dritën që se kena sëd. Po që ka me bo? Mujna me bo camping edhe pa dritë, përveç që si më pëlqen kualiteti. Tregomni në komente se kush e përdor që jumper, edhe për çfarë arsye e kom le, po edhe pse është tepër nxehtë. Po mund të po që qohen shumë lehtë se janë shumë të thota. E këtë drunin e madh që po e shihni, ku më e prej kësmet më vonë. Okej, çto janë dru që kemi marrë mrena. Qysh edhe po mundi me poja ka nisë me usku që ka shumë. Edhe qysh po mundi me po këtu, është perfekt. Pak e ka nëzi, mi po,
Ç'të funksionon? Po e shëni që është funksionon në mënyrë perfekte. Okej, sa është ka ardhur koha me moshorrën, edhe me shku me prej këtë drunin e madh që e kalon dikush për fat të mirë. Me mor kuferin me vete se s'qysh po mëni me po, ja ka nis me ungri. Tash ka ardhur koha me bo buk me hongër kismet. Kena mish të kuq me vete. Dohet edhe cooking seti që i kam desenën ta. Dohen për me hongër. Dohen komplet në set i kuzhinës. Dohen senet treja që i kena ble. Po mëni me po shumë mirë të e moj drut. Këgja shumë sene kom po gati deri sa këto janë kollë, kështu që tash do në mishti të treja. Për terën këtu, vaj. Sa për me mujt me gatu. Qysh edhe po mëni me po mishi koq për do këtë shumë i mirë se e kom përgatit të shpia, e kom prej. Edhe tash kom me marinu, edhe kismet kena me e pjekse. Opa, veç e ka një zvoj me u bo, edhe është vaj u liri, kështu që ka mu bo perfekt. Qyshine të e po dhe vetë me njëherë, ja ka njës me u pjekse tepër është në zetë prej këftorit. Parere e mirë po i vjena. Këm qitë dhe hudër, deri sa mishi bot këtu. Me këtë gjykymin e ri që e këna ble, po du me bod me vlu dhe uj për qaj. Okej, kje vjen qëtu. Perfekt. Kështu në edhe vetë. Vonë s'na ka me të kurgjë tjetër veç se me hongër. Nuk e di sa po do këtë se nuk e kena dritën fatkeqësisht. Kështu që më do të thika tash për me e prej mishin. Mënyrë ma perfekte nuk mënët me u pjek. Perfekt u bo. Sa unë ta përfundoj mishin, ujin tash. Opa, ja nisi me njëherë. Këna me pi qaj ose kafe, ma mirë qaj po thëmë. E këtu me veti kam shumë qajat pjeshkës ku i du tepër. Edhe nëse në herë dëni me më gëzumu, më bleni qajt pjeshkës se tepër shumë i kono. Onë qajt qëtu, edhe vazhdojmë. Uji që shpëmoni edhe me po, me shumë gjosa ka vlu, kështu që tash ka ardhë koha, veç me e qitë. Jo, hala. Te pi tamon qysh është mas mirë të pejta këtu. Gati gjys litre. Unë veç po e shijaj. Nxehtër sa dush, dru kam edhe pak, jo edhe shumë, jo për krejt notën. Nuk e di sa po duket, po është minus 2 gradë. Për një më është tepër ftoft. Mirë po koptori është e vot vetën edhe shumë nxehtër është në rana. Do më thonë është minus është tepër ftoft, po këto dru s'ko shonë sa me mbjetu notën. Shpëtimtori, a pesha që pas na pos nevoj për ty. Tjevne? Ej, bro. Qëshje? Prune dritën e reja, a? Hem derit shumë. Ta është djetë sakë se qka e nga të ubose. Ma prune një familjar dhe më thonë një dritë tjetër. Stu ju në dru që i ko marë, ta shumë i qitë këtu. Edhe komplet që kjo është dhveni ku unë jam të nej dhe më thonë. Tash unë e këta dru do na me i palu këto ofër në njërë që me u tha. Se këtu i kom palu drut, edhe kur që tjetër s'na me i dveç me mbil derën edhe me qilit këtu pak. Po besej mëni me po onash që veç ja ka nis mu ngrimet modhe, po se besej që mënet me shku ma nalt se shikat se nxehtësia rën nalt. Është tepër nxehtë. E tash është koha me këshyr pak YouTube camping. Edhe një orë bëhet 12, kështu që edhe pak ko me nejt, edhe ko me flejt kismet. Aja po të sytë. Aja po të sytë. Mirë më nxesi më ju thonë. është bo këtë gjaftoft. Që ta është më dasht me dole dhe me i morë edhe dru tjerë.
Qysh po mëne me po, krejt është okull, do më thonë nuk ngri krejt anash. Koftori është të funksionu perfekt, kështu që unë tash po I bëj të dru shpejt goti, nuk po gjiraj hiq. Edhe me njerë po hi mrena, edhe po I sosi, edhe po flej deri në mëngjes. Edhe nashta ne kush për juve mënët me thonë pësa haliti s'po tutet. Thjesht e një që t'ven edhe nuk është që tut në mo natyrë. Se kam najfar problemi, jom vet, nuk është bash mirë edhe let vet, po pra më fundit s'është që e kam problem. Kështu që vazhdojmë se tepër është ftoft. Po bo mëngjes, ora sa është as vetë se di. Kom fjet mirë, përveç që koftori është shymë, kom pritu mu quni 100 herë natën edhe me mush. Po doken që janë terë. Po mëne me po që uji e vetë se ka vlu. Kafe ma perfekt, veç Aldini t'i shkon kësha pas qef edhe me kon me pi. E derisa ke kafe të ftofët, atëherë në dëna me përgatit mëngjesin, kështu që vazhdojmë. Shkoj me pak vaj. Vaj ulliri. Ta dim ku jemi. Edhe këtu me veti I kam 2 dhe të bukura, që do I ha tani. E do më thonë kjo është mëngjesi jam luksosod, një kafe shumë të mirë, edhe vo me buk tosti. Po më një me po perfekt po do këta. E për krejt juve që na përcjellni vazhdimisht, po besoj që keni mujt me po që në mujin nëntor hiç si na kanë aktiv. E arsyeja pse si na kanë aktiv mujin nëntor është që unë kom u thu jashtë venit për punë, edhe momentin që jom kthy, domethënë kom lej dikon rreth 3 javë, momentin që unë jom kthy, Aldini ka shku prapë për punë. Domethënë, në njëjtën kohë dy të kemi pas obligimet si të njëjta, mirë po Aldini u shku mas meje, që I vjen që Aldini është tash jashtë, edhe nuk është se mujna me bo video bashkë. Mirë po është me rëndësi që fundit unë më me dol vet me bo video jashtë, se që të vend ku jam unë tash e një shumë mirë vend. Nuk e di e kum të në fillim, mirë po që kjo është një vend ku unë jam rrit. Edhe po, domethënë nuk ka një camping shumë I thjeshtë, e kena provu tentën për herë të parë, e kena provu edhe koftorin për herë të parë. Gjithçka ka perfekt, përveç që jam sos, edhe gabimi numër 1 u kon që kjo derë nuk bën me u shfrytzu kur është domethënë koftorin gjitun, duhet ajo dera anej. Kjo është veç për verë, se një monët mu sosë në koftor edhe jam sos, kështu që nuk jam sos në durë se në ftyra çapo di dikon. Domethënë nuk ka një camping shumë I thjeshtë, mirë po për mu kon shumë chill dhe kom kalu shumë mirë. Natën nuk kon ftoft ka njëherë su kon. Nëse veç dorën e ke qenë 1 metër nalt, nuk e mujt me nejt, ta kanë zonë frymë tepër o kon zet.
Mas shumë ti që u shku mrena në tenë do konë 31 gradë. Besëm në që e kom shiju shumë, edhe pse kom pak ftoft anash. Unë nuk vendosa me flejt me krevet se mu dok shumë që për nxem ven, edhe kom fjet në ato shtresat që i kina blit reja. Unë e hongra edhe pina, kështu që kur që s'm ka mejt veç se m'ja nis me u bo gati kadal. Krejt këta hi është mush, thuja se është 100% full. Dhe më thonë është hera e 2 që jem të e hik prej koftorit. Unë e stashtë jom bogati, po menaj që jom bogati, se sholla s'kom harru në esencën që si të harrej diçka, atëherë s'kom e gjithë më kur. Mirë po shpresoj që jo, kështu që unë tash jem të i qu sene deri te veni ku i kom morë dje edhe kam me mnimu familjarët e mi me i morë pja tjetë me kërë. Nuk kom kalu shumë mirë në këtë camping, nuk kom diçka shumë special, mirë po kon interesant që kena bo hot tent për herë të parë, jem kon vetë, kon solo camping, edhe kena kalu mirë përveç asoj krijese që më ka orë këtë që nuk e di qenë, me shumë gjosa kon qenë ose dhelpen, edhe kom kalu mirë në përgjithësi, pak ftoftu kon, mirë po kon edhe në të njëjtën kohë shumë nxehtë kanjëherë. Kështu besoj që ju ka pëlqy, kështu që mos harroni me bo like, share, comment, subscribe, edhe shihemi në videon tjetër. Peace out.